kompromis në politikë nuk është kur gjo perfekte dhe duhet të ketë kulturë politike. Përtej vijës vertikale, respektivisht horizontale të zgjedhjeve lokale, nuk duhet pa edhe këtë pjesën vertikale. Çka i bjen kjo? I bjen që Ardian Gjini mund tjetë edhe kryetari i komunës së Gjakovës, por është edhe nën kryetari i AK-s, si figurë e dytë politike. Prandaj, kjo edhe në këtë titullin e emisionit, po edhe përgjithsisht, a më duket mua keni jeni pengi fjalëve të rana. Se kur thu kompromis, edhe kur thu politika s'është perfekte, është dyqysh e këthy me mrapsht kjo koncepti, a më duket mua. Pse, a ka kontakte mes jush edhe qeveris, respektivisht vetëvendosjes për qeverisje. Kur e merë një kështu me kaq lehtësi, e quni o kompromis, është kulturë politike, nuk o perfekte, a përkthehet kjo nga pozicioni ju si në kryetari AK-s, jo vetëm në kontakte, a ka ftesa, a ka interesim, edhe a duhet këtë kompromis kulturë politike edhe tolerancë, respektivisht mas jo kulturë politike, edhe për krimin e qeverisë. A sheni mundësi që aliancën, kur ta të ka dhe algoritma, edhe variante politike, e thatë paraprakisht, për derin pranverë, ta themi kështu, për me bashkëpunu edhe me dikon që ki dalime, sepse nuk është në munges të kulturës politike, sigurisht e dini, edhe me bashkëpunu me dikon që ki edhe dalime kështu ta themi ideologjike, partijake, djatas, majtas, qendrës e të tjera, të tjera. Fillimisht duhet me sqaru që kompromis nuk nënkupton me u dorëzu kërkush në parimet veta. Kompromisi është një marrëdhënie në cilën gjithkush jep diçka, edhe merr diçka. Kështu ndërtohet politika në gjitha vendet demokratike. Me marrë me thonë, nuk do me thonë diçka materiale. Nuk do me thonë pronë. Amo me marrë dhe me thonë diçka prej